Unë për ju kam zgjedhur një mysafire shumë të mirë. E kam zgjedhur një mike të kahmoqshme, por e kam zgjedhur një punëtore të jashtëzakonshme. A ka ndonjë ditë të javës që nuk planifikon të shpëtosh botën, apo të dielën e ke të rezervuar për të fituar ndonjë çmim ndërkombëtar? Po, unë jam vajza e 2 vëllezërve, realisht, jam e dyta në familje me radhë. Nana jam në çdo 7 vjet, domethënë e ka përku një djep edhe tjetrin e ka nisë për shkollë. Ali kofte pikurit ky vendim? Sot tha, shqyqoni, tha, ju do t'a keni qartë, tha, në që se keni bo atë gjestë, tha, kjo s'quhet grevorie, tha, profesori. Si quhet të profesor? Grevë tërpije, tha, pas një hongër molla, pas një hongër kërlan, pas një hongër këto. Konvikti 19 ishte i studentave kosovar. Kur vinte periudha pranverës, ata na gjunin mimoza në Ballkar. U njofte me burrin tënd. Ku u njofte? Si u njofte? Reshati, ai ka qenë student i mjekësisë edhe realisht ka në Tiranë, më taku për herë të parë. Unë me thonë që është një qorë jashtëzakonisht e shishme dhe e mirë. Kemi bërë bombica të vogla me shije të tiramisus, mirë për në një metodë pak më ndryshe. Për mua ato, për te që më kanë realizu si non, jenë edhe bekim, se ka qenë vdekja vllaut në mënyrë aksidentale në Shqipëri. Me ka ndru vizionin jetësor si familje. Po ma atim shmja ka qenë, kur ka fillu më më thirë, mi taku gratë që kishin betu në seksuale. Aty e kom pa që këtë gratë s'më me folë. Edhe kritë kjo më ka bo me mendu që kur këthim Kosova me fillune, gastroenterologjin, e kom pas karierën, e kom pas pik dok. Apo me hap një qendër, ku këtu gra kanë një sigurta për me folë për krejt pa babët e mëndshme, që as truni njerit su ne imaginon që ka mundet me bo një gruje, një fëmije edhe një burr pa fajshëm në rrethana lufte.